Lajmi se presidenti serb Aleksandar Vučić u smur gjatë qëndrimit të tij në Shtetet e Bashkuara dhe ndërprerja urgjente e vizitës në Amerikë ka shkaktuar një tërmet të vogël politik në Beograd. Versioni zyrtar është se Vučić ndjeu dhimbje të forta në gjoks, të shoqëruara me tension të lartë të gjakut, prandaj vizita u ndërprer papritur. Ai u kthye në Beograd kur u pa në Akademinë Ushtarake Mjekësore. Gjendja e tij është e qëndrueshme, por ju rekomandua të pushonte, kështu që të gjitha detyrimet në ditë në vijim u shtyn. Megjithatë, akoma pa alternuar avioni i presidentit dhe delegacionit të tij në Beograd, në opinionin serb janë ngritur pyetje dhe dilema të shumta. Cila ishte qëllimi i udhëtimit? A ishte kjo një vizitë zyrtare apo private? Dhe a është sëmur vërtet Vučić, apo është vetëm një mburojë për fshehjen e dështimit të plotë në Amerikë? Ministri i Financave Siniša Mali, i cili shoqëroi Vučićin në udhëtimin e tij në Florida, tha se vizita ishte përgatitur prej kohësh dhe se qëllimi i saj ishte zgjedhja e problemeve ekonomike. Por ngjarja në të cilën udhëheqja serbe u përpoq të zgjidhte problemet shtetërore ishte vetëm një takim i komunitetit kombëtar republikan dhe një darkë donatorësh e organizuar nga presidenti i SBA-s Donald Trump. Vučić dyshohet se donte të takojë me Trumpin në mënyrë jo zyrtare me këtë rast. Ambasadori serb me përvojë të gjatë në SBA, Ivan Vujačić, tha se në këtë rast nuk u ndoqi shumë procedura normale diplomatike. Nuk është e zakonshme që presidentët e shteteve të marrin pjesë në mbledhjet e partive. Është e zakonshme që të huajt të jenë të pranishëm në konventat e partive, por për këto dërgohet zyrtarisht një ftesë përmes departamentit të shtetit, tha Vujačić. Disa burime pohojnë se Vučićit i është ndaluar madje dhe hyrja në kompleksin Mar-a-Lago, pavarësisht se kishte paguar tarifën e hyrjes. Por pas dështimit të vizitës në Amerikë në Serbi, po spekulohet dhe në mundësinë e anulimit të vizitës së tij në Moskë. Reagime nga BI-ja pas njoftimit se Vučić do të shkojë në Moskë ishin jashtëzakonisht të ashpra. Përfaqësuesit e sindikatave paralajmëruan se prania e Vučić në paradën ushtarake mund të rrezikojë seriozisht rrugën evropiane të Serbisë.